Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti, i ngjallur kur u shfaq përpara nxënësve të tij. Ai nuk u dha as fitore, as lavdi, i dha as pushtet, por u tha paqja me ju. Hyrë në dhomë ku ata ishin mbledhur nga frika. Dhe u dhuroi atyre që bota të mund të japë kur paqen, që nuk varet nga ky vend, por nga ekuilibra gjeopolitik, por dhe paqen që varet nga vetë Krishti. Por paqen e Perëndisë që ka përcjell çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore e cila vjen fillimisht me pajtimin e njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet në të gjithë njerëzit. Sot bota është trazuar. Luftat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika, sepse ne mësëmja, mbolon popujt e tërë, pas siguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe me ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellëse shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund, mos e keni frikë vdekjen. Në kohën që jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekje. Mpirjen e indiferencën, ngurtësimin e zemrës, tharën shpirtërore në shoqëria që harroi Perëndin, jo sepse ju ndalua, por sepse zgjolli ta njerëzoj atje. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkatërrojë jetën tonë të dukshme. Çfarë i vlen njeriu të fitojë në gjithë botën, nga thot Krishti, nëse humb shpirtin e tij. Këto janë fjalët më aktuale se kurrë. Ndërsa ngjallja na zbulon një jetë më të vërtetë të madhe, ku ka Krishti në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Dhe jo vetëm shpirtërisht, Zoti që u kujdes të ushqej 5.000 veta me bukë. Zoti është ndërroi ujin në verë, Zoti thash ku kërkoni përpara Perëndin, atëherë çdo gjë do të shtohet. Ne e dimë se çfarë do të thotë ngjallje. Jo vetëm teorikisht, por nga përvoja e tuar, kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj, për të gata më rrallu përpoqen të asgjësonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatëruan, klerikët u martirizuan, fjala e Perëndisë u ndalua, kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr të volosur, e megjithatë ajo u ngjall. Guri u rrugullis, besimi lulëzoi përsëri, kishat u rindërtuan, komunitetet u krijuan. Kjo nuk ishte një arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë. Krishti u ngjall, më të vërtetë u ngjall. Në këtë moment paskal, pas urimit të Falëndërisë kryebiskopit tonë Anastas, bëj me dije që mesha është sot, pra ditën e shtunë në orën 23 për të gjithë besimtarët, dhe pastaj nesër pritje tradicionale ftoj gjithë qytetarët që kanë dëshirë të vinë të na urojnë për festin e Pashkës në orën 10:30 deri në orën 12 cati. Krishti u ngjall, bekimet e Zotit dhe me forcën e ngjalljes le të ecim përpara. Gëzuar.